Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, shpresoj që të kaloni bukur, ashtu siç edhe unë po kaloj. Në fakt, videot janë amatore sepse kam përzgjedhur që disa ditë t'i kaloj në Shqipëri. Kam ardhur në pushim dhe mundohem që të jem sa më pranë jush, të sjell lajme apo analiza apo komente, në fakt ato të cilat unë i mendoj, ato të cilat unë i kam thënë gjithmonë, apo ato të cilat unë dua t'i flas. Dhe pikërisht dua të ndaloj tek gjesti. Gjesti me apo pa dëshirën e tij është shumë i zëshëm, është shumë meme, është shumë i përfolur, është shumë i komentuar, do me thënë të gjithë e komentojnë, të gjithë e flasin, të gjithë flasin për të. Nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në kohën kur gjesti u kthye, DJ Gimbo, DJ i tij nxori një fotografi që bëri viralitet shumë të madh, do me thënë u komentua shumë, një fotografi që me dëshirë apo pa dëshirë, siç e thash edhe që parë në komentimin që unë bëra, hoteli në fjalë, Hotel Garden në Prishtinë, u bë i njohur, me apo pa dëshirë. Dhe pikërisht në këtë pikë shqiptarët filluan të dyshojnë që gjesti ka vajtur të takoj Eglin në atë hotel. Tani që mund të jetë një provokim kjo gjëja, me patjetër që po, sepse DJ Gimbo, gjesti apo të gjithë të tjerët luftojnë për të qenë në qendër të vëmendjes, luftojnë për të marrur një vëmendje të madhe, luftojnë për të komentuar rrugtimet e tyre, eksperiencat e tyre, marrëdhënia e tyre e shumë gjëra të tjera. Publiku me njëherë filloi që të godet me fenomenin gënjeshtër, pasi që gjesti pas disa orësh më vonë, që nuk është e afërt në afat kohor, do me thënë është pak më e gjatë në afat kohor, publikoi një video nga shtëpia e tij në Pavlan, që kishte shkuar të takon prindërit e tij, do me thënë në një vizitë, ndoshta për t'ju çuar edhe dhuratat që shqiptarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kishin respektuar gjestin edhe familjen e tij, për t'i nderuar, për t'i respektuar për atë vlerën që ato kanë si individ. Dhe me njëherë filluan që gjesti është ndarë me Eglin, gjesti nuk është me Eglin. Tani, unë dua t'jem koherent në të gjitha atë që e kam thënë. Gjesti, ditën e djeshme mu duk pak si provokim kjo pjesa, sepse DJ Gimbo nxori një fotografi e cila ishte në hotelin në të cilin ishte i pozicionuar apo ka qenë e pozicionuar Egli gjatë kohës kur ajo qëndron në Prishtinë për punët e saj, dhe në anën tjetër, do me thënë gjesti nxjerrë një video nga shtëpia e tij që në një farë mënyre të defokusojnë audiencën. Tani, këto gjëra nuk janë rastësore, nuk ndodhen rastësisht që nuk ka qenë një gjë e përfolur, apo nuk ka qenë një gjë e mirë menduar, apo kot rastësisht e nxori si gjë DJ Gimbo apo qoftë edhe gjesti. Mendoj që kjo është një pikë e mirë menduar, është e sajuar si situatë me kastile, që të flitet për to, që të bëhen pjesë virale, që të komentohen, që të shkruhet për to, dhe në fakt ato arritën qëllimin e tyre. U bë. Sa për marrëdhënien e Eglit edhe të gjestit, unë jam shumë i bindur që ato kanë një lloj komunikimi, se po të mos kenë komunikim, nuk bëjnë lëvizje të njëjta, nuk bëjnë rastësi të njëjta, nuk bëjnë situata të njëjta. Dhe kjo e tregon që çifti vazhdon të jetë bashkë. Nuk ka një fotografi, domethënë nuk dua të gënjej publikun, nuk ka një fotografi, nuk ka një selfie, nuk ka një moment ku fansat kanë arritur të kapin një pjesë ku gjesti ka takuar Eglin, nuk ekziston një gjë e tillë. Thjesht, do me thënë, lëvizja që bëri DJ Gimbo dhe lëvizja që bëri gjesti në Pavlan e konfirmoi që marrëdhënia e tyre është okay. Ky është mendimi im, dua të marr mendimin tuaj.